Bemblushi, shkrimtari që shpeshherë provokon me letërsinë e tij, këtë herë vjen me një ekspozitë, 42 fotografi të realizuara prej tij shqiptar të panjohur. Kështu quhet ekspozita, e cila është e hapur për të gjithë publikun në kod, në qendrën përhapje dhe dialog, e cila do të qëndrojë këtu deri më datën 30 prill. Zoti Blushi, mirë se ju gjejmë. Si. Shqiptar të panjohur, një ekspozitë me 42 fotografi. Çfarë keni dashur të sillni përmes kësaj ekspozite? Besoj që titulli e thot vetë, janë shqiptar të panjohur. Pra kam dashur t'i prezantoj publikut disa njerëz që nuk i shef dot në televizor, apo të hapësh televizorin çdo natë, shef njerëz që ke parë pothuajse gjithmonë. Janë para njerëz, politikan, gazetar, analist, aktor, moderator, showbiz, këngëtar, janë po ata, ti i njeh. Kurse këta njerëz nuk dalin askom, sepse kamera nuk shkojnë deri nga ata. Kështu që kjo është arsye e parë, dhe arsye e dytë është një shenjë mirënjohje, sepse unë nuk jam një fotograf, unë jam një shkrimtar, gazetar, i cili në një moment mendoj që fotografia është gjë e bukur, edhe faktikisht magjike. Edhe kështu që fillova duke fotografuar njerëz në rrugë. Këta njerëz unë nuk i njeh fare, sot po të shoh si më e moment. Shoh që fotografitë janë paksa spontane, shkrepje spontane. E dini njerëzit që po fotografoheshin? Një pjesë e madhe jo, për shembull këta dy jo. Unë jam distancë, jam rreth 15 metra distancë nga ata, këtu dhe kolonat. Po. Edhe nëse kam parë mua kur i fotografoj. Ose ai djalë aty, ai më ka parë në çast të fundit kur i fotografoj. Ose ai fëmia aty, ai s'ka parë kur i fotografoj. Shumë për tyre nuk e din që unë kam fotografuar. Kjo bën më të bukur fotografi, sepse është origjinale, është natyrale, kupton. Shqipëria, shqiptarët, e keni vendosur, e keni bërë pjesë këtë fjalë gjithmonë, pjesë të titujve tuaj, vendin kombësin ton, e keni evidentuar gjithmonë. Çfarë keni dashur të tregoni përmes kësaj? Unë jam një shqiptar, si shumë shqiptar, që 3 milionë apo 7-8 milionë se janë gjithë botën. Edhe jam i lidhur me këtë, kështu që lënda ku unë marr temat e mia për shkruar apo për fotografuar Shqipëria. Prandaj e përdor në disa libra, edhe në libra të tjerë kam përdorur fjalën shqiptare, kështu që edhe këtë ekspozit e kam përdorur. Kjo tregon që jam relativisht i lidhur me vëndin. S'ka një kuptim tjetër. Ndërkohë, shohim 41 sekrete, 42 fotografi. Doja të pyesja, a do ketë një numër 43? Çfarë do jetë 43 dhe a ka një kuptim pas këtyre numrave? Sëri, unë kam botuar libra fotografi dhe me portretet shkruara, me biseda në fakt, para 2 vjetësh, që quhet 41 sekrete. Aty ka njerëz interesantë sipas meje me cilë kam zhvilluar një bisedë. Ata më kanë rrëfyer sekretet e jetës tyre. Ai nuk ishte një kuptim, thjesht 41 personazhe mua më pëlqyen. Kisha edhe 60, po më 60 do bëj libër shumë i gjerë. Ai lash 41. Kurse ky 42 nuk ka lidhje me 41. Këtu janë 42 fotografi. Të nuk shpërzgjedhja ime, unë do jetë kisha 60 apo 70. Po ambienti këto kaq i madh ishte, ose kaq i vogël që ka, po kaq i mjaftueshëm. Edhe prandaj ata kuratorët e mi, që i falenderoj pamëshin të kodit, ata zgjedhën 41 fotografi. 42 fal. Pra ka qenë koincidencë. Është një koincidencë, nuk ka një kod mas. Nuk presim një numër? Mund të ketë 43 për në gjë tjetër, po mund të ketë 43, po nuk e di akoma se di. Ndërkohë, pak kohë më parë ju nisët të postonit, të publikonit në rrjetin tuaj Facebook disa fotografi të shkruara me disa fabula të shoqëruara. Të pra, 41 sekretet janë këto. E kishit menduar të futeshit që atëherë në këtë botën artistike? E kishit të programuar apo erdhi natyrshëm? Shumë me bëj këtë që kam qenë gazetar, kam qenë shkrimtar, jam marrë me televizion shumë. Pra nuk vi nga një botë e cila nuk ka lidhje me artin poezi. Po se kisha menduar realisht shkurt që më bëja ekskluziv fotografi, jo, po absolutisht. As të më shkruaj më para një viti, kur më bën shumë fotografi, unë kam rreth 40.000 fotografi, 50.000. Kam një arkiv shumë të gjerë tani. Nga gjithë fotografi që kam bërë 3 vitet e fundit. Edhe në një moment kur mendova që isha pjekur sa duhet për të treguar ton publik,
Do nisë të bëj këtë ekspozit, që është e dyta fakt. Kam bërë një ekspozit para kësaj para vitit e gjys nga Ukraina, ku filloi lufta. Shkrepjet e këtyre fotografive i keni nisur me datë 1 janar 2022, apo jo? Është një koincidencë, me linjën tjetër, po. Pra, unë kam blerë një aparat 2-3 ditë para vitit të ri. Kam dalë ditën kur e bleva ta provoja, se s'kisha provuar kur të përdorja një aparat. Ne dim përdorja një celular, pra bëj fotografi me celular. Po të bësh fotografi me aparat fotografike diçka tjetër, është pak më komplikuar, teknikisht pak, derisa mësosh. Që fotografia e parë që unë kam bërë, duke qenë datën në fund të atë javën e kritike mes Krishtinës dhe vitit të ri, kur gjithë njerëzit blenë gjeladeti. Dhe fotografia ime e parë që gjeladeti, që e mbanë një njeri kështu shtrënguar të shist. Dhe pastaj mas herën edhe gjeladeti, jo kështu, po një tjetër natyrisht, se nuk e bleva ato, me që e fotografova. Datën 1 janar mas dile kam dalë në Tiranë, kur ishte komplet e shkret, edhe kam bërë fotografitë e mia të para. Ka pas ditëlindjen aty. Keni një lidhje të veçantë me detin? Jo. Shoh që shumë foto janë realizuar në plazh. Po, sepse vitet e fundit kam kaluar shumë kohë në jug. Edhe me që kam rrish gjatë aty 1 muaj apo 2 muaj qëllon, atëherë unë përdor aparatin gjithkohë, ku ka mundësi. Edhe kur shoh që nuk shqetëson njerëz, ka raste që njerëzit shqetësohen kur ti fotografon. Unë kam mësuar tani se kur ata nuk shqetësohen dhe kur duhet ku mund ndërhyjnë në tyre, privatësinë e tyre. Çfarë shikoni tek një portret për ta shkrepur aparatin dhe i keni atashuar nga një histori këtyre personazheve, çfarë keni menduar në atë moment për historinë e tyre? Kur fotografon ti përpiqesh kuptosh njeriu që fotografon. Edhe ajo e bën fotografinë e bukur. Nëse ai njeriu ka diçka për treguar, ai nuk flet. Fotografia nuk flet, është e heshtur, nuk ka zë, si kinemaja. Është edhe kinemaja pa zë. Por mënyrë se si ai shef apo si lëviz, tregon diçka për jetën e tij. Edhe kjo bën fotografinë e bukur. Për shembull, ka disa fotografi që siç është ajo aty. Ti kupton që ai djali ka një dramë. Ai shpresoj që mos ka asgjë. Po fytyra aty tregon që ka një shqetësim. Edhe kjo bën fotografinë pak më interesante. Edhe kjo ndryshon fotografinë e bukur artistike me fotografi të rastishme. Po sipas meje çdo fotografi është e bukur. Dhe çdo njeri mund bëhet fotograf. Mjafton ta ushtrohet. Siç e përmendët pak më parë, ju e keni nisur si gazetar, u përfshit në letërsi, në politik, duke sikur çdo kohë i keni vendosur dhe nga një profesion. Unë jam shkrimtar, është vërtet, sepse tani jam profesionist, kam mësuar shumë libra dhe më shkruaj pothuajse gjithkohë. Po nuk jam fotograf. Unë nuk e fuz vendin te fotografët. Jam modest. Pse jo, çfarë duhet të ketë një fotograf? Të quhet fotograf? Kjo është një kënaqësi që kam unë, nuk jetoj me këtë gjë. Pra nuk është kur kam kohë të lirë edhe ndjej që duhet dalë nëpër Shqipëri dhe të fotografoj, atë e bëj. Po nuk jam fotograf, unë jam njeri kurioz. Jam i kurioz. Edhe këto fotografi kam bërë si një kurioz, pra si njëri do të dalin nëpër Shqipëri apo jashtë. Edhe jashtë kam qelluar, kam shkuar në Afrikë. Kam bërë shumë fotografi. Edhe përmes fotografisë unë kuptoj karakteret e njerëzve. Kjo është që më shtyn të bëj fotografi. Po nuk jam fotograf. A ti mos më prezanto si fotograf. Si njeri kurioz. Njeri kurioz me një pasion. Keni një pasion të pa ezaluar? Kam, padyshim. Do doja shumë bëja një film. Familja ime është marrë shumë me kinemografi dhe kjo është një gjë që do doja të bëja në jetë. Ndoshta fotografia më çon aty. Së dia do kem kohë apo jo. Fotografia ka një avantazh që është art që ti mund ta bësh vetë. Pra, pa ndihmën e dikujt. Mjafton të kesh një aparat dhe tesesh. Kurse filmi është pak më i vështirë, kërkon shumë organizim, fonde, ekip, mobilitet, aktor. Edhe këtë nuk e di të bëj, por kjo është ajo që do doja të bëja. Nga politika keni hequr dorë? Kjo tregon, fotografitë e mia tregon që unë s'mendoj fare politikave. Ka njerëz spanjor.
Unë si shoh si foto, si shoh si qenie njerëzore. Edhe më pëlqejnë shumë se janë të bukur, për shumë të gjitha janë të bukur. Nga libri, po shkruani, po merreni me diçka? Vini që shkoj kam botuar një libër që quhet Parajsa Artificiale. Edhe është shkruar shumë, edhe pardesha në një librari në Tiranë, librarin kryesor që ka Tirana Adrian. Ai nuk ishte më libra. Edhe i pyeta pse s'kam, mendova që s'kam nxjerr. Dhe kam mbaruar. Kështu ta sugjeroj të lexosh librin tim të fundit. Edhe këtë vit do kem prapë libër në kur të vi koha. Zoti Mblushi, faleminderit. Kënaqësi.